po përmend vetëm ato që i shohën problematike për këtë Kupë Bote. Natyrisht spektaklin më shumë e shoh në kuptimin e marketingut, më shumë se sa spektakl në fush. Shumë reklama, ai pushimi që është kthyer në problem sepse krijon një pauzë dhe tek ekipet 3 minuta qëndrim në minutën në mes të pjesës parë dhe në mes të pjesës dytë, qëndrim pushim më duket anormale, jo vetëm mua, po kam dëgjuar shumë kritika edhe nga specialistë ish trajner dhe trajner sot në nivelit botror, trajneri Uruguajit, fjala vjen, apo Jurgen Klopp, të cilët kanë qenë shumë kritizerë në këtë aspekt. Pjesa tjetër pastaj që është absolutisht jo normale janë çmimet e larta. Çmimet e larta të biletave, çmimet e larta të parkingjeve, çmimet e larta të ushqimeve, çmimet e larta të akomodimeve, është e tmerrshme dhe jashtë logjikës që ka në fundit një sport kaq popullor, i cili është futbolli. Futbolli nuk është sport i cili diferencon. Futbolli është sport i cili bashkon. Dhe në këtë rast, përkundër gjithçkaje dhe mundësive që mund kenë shumë amerikan apo edhe qytetarë të vendeve të tjera të botës, në gjykimin e përgjithshëm, ky botror ka krijuar një skizëm, një ndarje të rëndësishme në këtë aspekt, sepse shumë njerëz të cilët kanë pasur dëshirë të ndjekin nga afër skuadrën e tyre të zemrës ose të jenë pranishëm në spektaklin e Kupës Botës, nuk kanë mundur ta bëjnë një gjë të tillë për shkak të kostos së tmerrshme të gjithçkaje. Të vetmit fatlum janë tifozët e Katarit. Ata kanë shkuar në botrorin amerikan me gjithçka të paguar. Botrori është vetëm për ata në kuptimin një luks në këtë rast, luks pozitiv. Ndërsa luks për ta parë është për pjesën tjetër dërmuese pasaj, të atyre që nuk mundën dot ose të atyre që bën sakrifica për të shkuar për të parë nga afër ngjarjen më të rëndësishme sportive në botë.